Sot u mbajt Forumi Ndërkombëtar i Investimeve të Ardhshme, një platformë globale që mbledh lider botëror dhe drejtues të korporatave më të mëdha në botë, për të diskutuar inovacionin, investimet dhe të ardhmen e ekonomisë botërore, ku mori pjesë edhe Kushner dhe Andrej Trump, i cili do të flasë si drejtues dhe themeluesi Affinity Partners. Të flasësh me njëherë përpara Emanuelit nuk është më e mira që mund të vi apo të kesh një jetë, sepse ai e di si të flas. Dhe vjen nga një jetë e mëparshme ku i është dashur të merret me investues, me njerëz të biznesit, me kapital, ndërkohë që unë vi nga një jetë e mëparshme ku më është dashur të merrem me ngjyrat dhe me ekspozitat. Jemi shumë krenar për atë çfarë kemi arritur deri më tani. Më besoni, askush nuk do ta kishte imagjinuar atë çfarë po ndodh sot, atë çfarë ndodhi dje, dhe nuk po flas për imagjinatën e 100 viteve më parë, po flas për imagjinatën e 10 viteve më parë, 5 viteve më parë. Kështu që kemi bërë një rrugë të gjatë. Tani më jemi dëshmitar të rezultateve, të ndryshimeve që po realizojmë.